1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve ka sjellë në Shkodër një numër të madh qytetarësh nga qytete të ndryshme të vendit. Ndër pikat e zgjedhura për ta kaluar ndryshe këtë ditë ishte edhe zona turistike e Shirokës. Vizitorë nga Tirana, Durrësi, Lushnja, Elbasani, si dhe turistë huaj ishin të shumtë në Shirokë, të cilët shprehen se gjithçka këtu është mbreslënse. Nga Durrësi, mirë, shumë bukur. Ambienti pastër, fantastik. Me që kishim pushim, doni me pa diku, edhe pikërisht tu na pëlqevi. U kënaqëm, pastër, bukur. Na pëlqen se është qytet i kulturës, i traditës dhe që nga një vend super. Dhe dëshirojmë që ta shohim përsërimin fjalë. U bëm me gjithë shoqërinë tonë dhe për të kaluar një ditë ndryshe. Është një vend shumë i bukur dhe njerëzit janë shumë të sjellshëm, vendi i qetë. Po vendi i kulturës, vendi më i bukur në Shqipëri. Sepse është 1 maj gjithmonë kena shku për 1 maj në Shirokë. Vendi i bukur. Shkodra jonë. Për fëmijëve kanë qejf më ardh. Na pëlqen, ajri i pastër, bukur. Pushim shkolla dhe dolëm në Shirokë. Ma mirë se me nejtë të shtëpia. Në kolektivin e punës kemi ardhur për qef. 1 maj ta festojmë këtu. Shumë i pastër, shumë i mirë, ç'të them më shumë. Na pëlqeu shumë. Me qenë se ishte ditë pushimi, thamë të shkojmë ta festojmë me shoqërinë në Shkodër, në Shirokë, për turizëm më shumë. Na pëlqeu shumë, vendosëm sot si kolektiv të vinim këtu. Jemi shumë të kënaqur. Nga pastërtia, nga ambienti jemi shumë të kënaqur. Ne jemi nga Lushnja, punojmë në Ulqinë dhe kemi ardhur të festojmë 1 majin këtu në Shirokë. Hera e parë që vim dhe na ka pëlqyer shumë. Në Lushnja punojmë në Ulqinë dhe erdhëm për 1 maj për të festuar këtu. Në shumë shtete të botës, 1 maj është një ditë ku sindikatat organizojnë protesta për më shumë të drejta për punëtorët. Ndërsa në Shqipëri, kjo ditë vazhdon të konsiderohet më shumë si një ditë feste, një traditë e trashëguar nga propaganda e sistemit monist. 1 maj e ka fillesin e tij në manifestimin e zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1869, organizuar nga kalorësit e punës. Më vonë, në vitin 1886, lëvizja sindikaliste në Chicago pati përplasje të përgjakshme dhe viktima. Nisur nga këto ngjarje, 1 maj u shpall në Europë si dita e punëtorëve. Shkodra është qyteti i parë në Shqipëri ku është organizuar për herë të parë 1 maj, që daton në vitin 1901. Ndërsa në vitin 1905, kjo ditë pati një angazhim të posaçëm nga zejtarët.